Let's Waikiki. E filloj me këto, si fillim ishin shumë të bukura, më pëlqyen shumë për vajzën time 2 karfica. Janë ato që me këtë fustanin. Shikoni pak sa i bukur që është fantastik. Shikoni pak, është shumë i bukur dhe imagjinova atë me këtë fustanin, me këto dhe me një palë pupa të kuqe, me gjetë atë disa të bardha dhe jetë fantastike. Këto tutat. Ja ka marrë në masën 7 deri në 8 vjeç. Vajza ime më bën 6 vjeç, por gjithmonë jam masat një ropat një masë më të madhe. Kë ka kushtuar 10.900 lekë. Di pse jam ura këto, më pëlqyen sepse përdoreshin dhe për verë dhe për dimër. Tani për dimër kanë këtë pushin këtu që e mban shumë ngrohtë, ndërsa për verë mund t'ja hiqje këtë pushin. Dhe besoj se do jenë fantastike, që ajo t'i mbaj për shtëpi ose dhe për të dalë, si të doja. Më pëlqevi shumë sepse kishte një ngjyra shumë të bukur neutrale, që unë mbaroj për këto ngjyra kështu, por ishte shumë e ngrohtë. Shikoni pak sa e ngrohtë që është fantastike për tani. Kjo ishte 7.900 lekë. Çorape ishin 3 palë, 4.000 lekë, 3.900 lekë. Ishin shumë të mira, ishin të trasha, të plota, kishin dhe kështu gomina, në mënyrë që mos rrshkasin, por që super mirë sepse tani punë në shkollë që është ftohtë ja vesh poshtë çizmave dhe e mbajnë ngrohtë. Ishte ky thesi i gjumit për vajzën e vogël. Unë vajzën e kam 1 vjeç e gjys dhe e vë me thes gjumi, duke qenë se kisha vetëm një dhe tani që duhet ta laja atë do shumë kohë për të tharë, më duhet ti merrja një tjetër dhe shikoni pak këtë. Ky është fantastik. Ishte 2.5 tok i trash. Ka një trashësi 2.5 tok, ka marrë në masën 18.24 dhe është 17.900 lekë ose 18.000 lekë. Këtu ka dhe këtë etiketën, mënyra se si duhet ta vish një babyn kur ta fusni në thes, mënyrë që mos djersi. Mora këtë trikon, më pëlqevi shumë sepse ishte një ngjyrë vishnje, një ngjyrë vera, si ngjyra e verës, që ka dalur tani në modë, për në punë edhe ishte shumë e mirë. Ishte tuan 78.000 lekë, 7.800 lekë të reja. Më thoni nëse ja vlen, por për mua po besoj se ja vlen. Bye!